Në qendër të fshatit Juban u zhvillua Agrofest, një aktivitet festiv dhe promovues i produkteve tradicionale të njësisë administrative Gurizi. Panajeri mblodhi së bashku prodhues vendas, banor të zonës, përfaqësues të institucioneve dhe vizitor, duke kthyer këtë ditë në një festë të vërtet të bujqësisë, traditës dhe kulturës lokale. Zona Gurizi është një nga zonat më atraktive edhe më tërheqëse të territorit Bashkisë Shkodër. Jo vetëm për pasuritë e mëdha natyrore, por edhe për produktet e territorit. Pikërisht këtë ditë sot organizohet ky aktivitet i mbështetur nga Ministria e Ekonomisë Kulturës, Bashkia Shkodër dhe organizuar nga Ekomendje, me qëllimin që të promovojmë sa më shumë edhe për të gjithë këto pasuritë të këtij territori kaq të pasur. Përveç liçenit Vaudejsit, atraksioneve të ndryshme historike, kështjellës së Gajtanit e të tjera pasuritë të zonës, ne ftojmë të gjithë qytetarët dhe vizitorët që të vizitojnë të zona, të blenë produktet të territorit, artizanatin as pasur të zonës, si dhe produktet bujqësore. Është një aktivitet i cili ka përfshirë në këtë zonën e Gurizi. Na vjen shumë mirë sepse ka pas një masivitet persona që kanë ardhur për këtë aktivitet. Normalisht që promovon zonën me anën e artizanatit, me anën e vlerave historike, por normalisht edhe arkeologjike, sepse zona njihet për resurset e saj arkeologjike dhe i bëjmë thirrje gjithkujt për marrë këtë zonë, sepse pjesa e veriut edhe Shkodrës për fatin e mirë ka një njësi e cila ofron shumë pika atraktive arkeologjike, që është pjesa e Jubanit, shpella e Gajtanit, pjesën e ishullit Sardës, pra është një mundësi turistike që me bë turizëm edhe natyror, por edhe arkeologjik. Nëpërmjet ekspozimit të produkteve të zonës dhe aktiviteteve shoqëruese, Agrofest synoi të promovojë vlerat të trashëguara dhe potencialin zhvillimor të kësaj zone në Bashkinë Shkodër. Ky aktivitet u organizua nga Ekomendje në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër dhe Ministrinë e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, duke treguar rëndësinë e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve dhe komunitetit për zhvillimin rural dhe ruajtjen e traditës.